Habit eksperti, njihuni me ushqimet që mund të shërojnë diabetin. Zgjedhja e ushqimeve të shëndetshme për ata që kanë diabetin e tipi 2 është tejet e rëndësishme për të mbajtur nën kontroll problemet, por ka dhe ushqime të cilat jo vetëm që e mbajnë nën kontroll, por edhe përmirësojnë atë. Ulëntuesit sipas Del Schutz kanë identifikuar disa nga ushqimet kyçe që duhet të përmirësojnë gjendjen e njerëzve me diabet dhe ndoshta ulin rrezikun prej tyre. Sipas ekspertëve, për personat që vuajnë nga diabeti duhet të pasurojnë në dietën e tyre me borovnicë, portokall, çokoladata, vezë të ziera, vaj ulliri, perime të gjelbra, lajthi dhe gjalpin e kikirikut. Gjithashtu ato në dietën e tyre duhet të shtojnë edhe kanellën. Kanella është një nga erëzat më të mira për personat që kanë probleme të diabetit, pasi mund të kombinohet gjithashtu në mënyra të ndryshme dhe të përmirësojë edhe organizmin tuaj kundër luhatjeve të forta të sheqerit në gjak.